محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, Allahun xhalla shanuhu e falenderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dashurin ton, pejgamberin e fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Padyshim se njeriu në jetën e kësaj bote çdo herë mundohet të rregullon raportet me të tjerët. Paktën ky është parimi, ky është rregulli për njerëzit e mençur, për njerëzit besimtar, për njerëzit e devotshëm. Dhe sigurisht se çdo njeri ka qef me rregullu jetën e vet, ka qef me rregullu raportet edhe me familjen, edhe me fëmijët, edhe me njerëzin përgjithësi, por para së gjithash çdo njeri prej besimtarëve musliman ka dëshirë, ka qef me rregullu raportet me krijuesin. Të paktën ky është qëllimi final i joni, sepse për me krijesat është goxha vështirë me rregullue. Mirë po, nuk është vështirë as pak me rregullu raportet me krijuesin, me Allahun Taala. Dhe për me rregullu raportet edhe me krijuesin, edhe me krijesat, edhe me veten, është një rregull që e ka përmbledh në një thënie të shkurtër pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe dietarët islam, ulemat, Allahu i mëshiroh, kanë thënë këtu përmblidhen gjitha ato që i duhen njeriu në jetën e kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ittaqillaha haythu ma kunt. Ke frikë Allahun kudo që t'jesh. E para. E dyta, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dhe të keqen pasoje me të mirë, sepse e mira e fshin ato të keqen. Dhe e treta, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dhe çka? Sillu me njerëzit me sjelljen më të mirë. Trajtoj njerëzit me moralin, me sjelljen më të mirë. Trajtoj njerëzit mirë ashtu siç dëshiron ti me të trajtuar njerëzit ty. E para, rregullon raportet me Allahun, në thënien e parë, ittaqillaha haythu ma kunt, ke frikë Allahun kudo që t'jesh. Ke frikë Allahun edhe kur je në publik, kështu që jemi ne. Ke frikë Allahun edhe kur je vetmi. Ke frikë Allahun edhe kur je në gëzim, edhe kur je në mërzi. Ke frikë Allahun kur je në pozitë lartë, me famë, autoritet, po edhe kur s'ke kur far pozite. Ke frikë Allahun edhe në pasuri, po ke frikë Allahun edhe në varfëni. Dhe nëse ne jemi të devotshëm, e kemi frikën e Allahut, e kemi thonë sa e sa herë, frika prej Allahut nuk do me thonë që me ik njeriu prej Zotit. E kundërta, është një frikë interesante, sa ma shumë që i friksohesh Allahut, aq ma shumë afrohesh tek Allahu. Pse? Se frika ndaj Allahut çka të shtyn me i kry obligimet të urdhnat e Zotit.
Nëse ti nuk don me udhëzue me fal namazin e sabat me kohë, që she falin musliman kohë të duhur, se ka dhe të atil që falin 8, 9, 10. Edhe kish pas thonë njani hoxhës, a bën me fal sabahin mas të lind dielli, kish thonë jo bre bir, kish thonë fale para se të lind dielli se nuk bën. Ja hoxh po bëjke se shpesh me fal edhe që ashtu 8, 9 edhe për kry. Jo ti me fal mënesh, po koha nuk ja ke qëllu. Frika ndaj Allahut, pra të shtyn çka me udhëzu me kohë, me kry obligimin. Frika ndaj Allahut të largon prej harameve, se din çfarë pasojash ka harami. Se çdo njani besimtar musliman që bën një haram, dy gjëra i mungojnë. E para frika prej Allahut. Nuk i friksohet Allahut, të spatut na hiç, e bëj. Runa Zot, e sfidon Zotin e vet. Edhe e dyta ka mundësi që nuk e din hiç. Nuk e din që këtë punë që po e bën është haram, ama kjo e dyta te pak njerëz është në kohën e sotit nuk ka halal apo haram që nuk dihet, se koda apo për minuta mundesh me marr përgjigjen, elhamdulillah. Mundesh me marr informacionin që ky veprim a është halal apo haram. Andaj pra, frika prej Allahut, ndaj Allahut të afron tek Allahu. Frika prej krijesave, prej njerëzve, krijesave tjera të largon prej tyre. Pra, kjo e para të rregullon raportet me Zotin, me pas frikë Zotin kudo që ti jesh. E dyta, të keqen me pasu me të mirë, kjo të rregullon raportet me vetveten. Që do të thotë, çdo gjëna, çdo gabim që e bën sa do i vogël qoftë, me një herë bën një punë të mirë, sepse kjo e mira e fshin këtë keqen. Pra ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë, kush e bën ndonjë gabim apo ndonjë gjëna, e pastaj merr abdes e i fal 2 rekate. I fal 2 rekate, i kërkon falje Allahut për gabimin, për gjënën që ka bërë, Allah e fal. Allahu i madhruar vetë po thot innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Vërtet, amelet, punët e mira i fshin ato punët e këqija. Kështu që çdo gabim, çdo gjëna që e bën me një herë, kërkoj falje Zotit, jep në sadaka, fali 2 rekate namaz, gëzoje dikon, ndihmoj dikujt diçka, me një herë bën një punë çka të mirë, sepse kjo e mira e fshin ato të keq. Dhe kjo t'i rregullon raportet mes teje dhe Zotit që më dal nesër, çka i pastër për Allahut te bareke ve taala. Dhe e treta, trajtoj njerëzit me moral të mirë. Çfarë do të thotë? Fjala moral përmbledh shumë vlera, shumë punë të mira, ngërthen në vete shumë të mira, po gjithçka që është e mirë për të tjerët dhe dëshirojnë ata, në çat mënyrë ti bën sjelljen. Në atë mënyrë sillu me ata, ashtu siç dëshiron që të tjerët me u sill mirë me ty. Dhe nëse ti e ke moralin e mirë, sjelljen e mirë, edukatën, etikën e mirë, ti je i përgatitur edhe për xhenet. Sepse e pyetën pejgamberin alayhi salatu wassalam, i than, o i dërguari i Allahut, çka i fut njerëzit mas shumti në xhenet? 2 sene i përmeni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka tha? Taqwa Allah, devotshmëria, me pas frikë Allahun, wa husnul khuluq, edhe çka me pas moralin e mirë, me pas sjelljen e mirë. Dhe e pyetën, e çka i shtin në zemë xhenemit njerëzit mas shumti? 2 gjëra i përmeni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. El famu wal farj. Tha gjuha edhe organi gjenital. Allah ju nderoft. Çdo dyja tha i fusin njerëzit mas shumti në zemë xhenemit. Allahu na ruajt neve dhe juve prej tij. Andaj keni parasysh ato 2 të parat, edhe shoqërohuni me to, dhe keni parasysh këto dytat edhe ruani gjymtyrt organet e trupit në përgjithësi dhe gjuhën dhe organin gjenital në veçanti. Allahu na falt, Allahu na udhëzoft, edhe me rregullu raportet me Zotin, me njerëz dhe me vetveten. Allahu na mundsoft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على أشرف الخالق والأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pastaj të nderuar vëllezër, prej punëve të mira, prej punëve të dashura tek Allahu
janë edhe ndihmat që japim për të tjerët. Kur jemi tek ndihma, nuk është çdo herë veç për qëllim ndihma materiale, po është edhe ndihma morale. Është edhe ndihma morale. Andaj kur e pyetën pejgamberin alayhis salam cili njeriu është më i mirë te Zoti, pejgamberi alayhis salam tregoi se njeriu më i dashur tek Zoti anfa'uhum lin-nas, ai që ju bën mirë njerëzve më shumë, ai që ju bën dobi njerëzve më shumë. Andaj vllazën mundohu me qenë bamirës, mundohu me ndihmue të gjithë ata që kanë nevojë për ndihmën tënde, sepse mos harro, jeta e sjell gjendjen e njeriu prej një gjendje të mirë në një të keqe dhe anasjelltas. Ndryshon gjendja, edhe jemi dëshmitar që po ndryshojnë, edhe njerëzit edhe gjendja. E ndoshta ti sot mundesh me ndihmu dikon e nuk e ndihmon e nesër ke nevojë për të njëjtën ndihmë. Çfarë po ta merr mend, çish ka me të kthye? Me të njëjtën monedhë, me të njëjtën monedhë. Mundohu me qenë bamirës në të gjitha sferat, në të gjitha porët e jetës, se ndoshta ajo bamirësia jote mund të më qenë puna jote e fundit, edhe te Zoti shkon si bamirës, jo si keqbërës. Për ata pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë innamal a'malu bil khawatim, vërtet veprat, amelet, punët tona shpërblehen sipas fundit të tyre. Ndoshta fundi i vetë është një punë të mirë, të bëjë diçka të mirë. Qoftë edhe një punë e vogël. Qoftë edhe punë e vogla, mos i neglizhoni o vllazën. Se nëse s'kemi mundësi me bë punë të mëdha, të paktën i bëjmë të voglat, e mos i nënshmoni se edhe një përshëndetje më ia dhon dikujt, edhe një shishe ujë më ia dhon dikujt, edhe një selam ia dhon dikujt, është për punëve të mira. Andaj Allahu i dën punët e mira, qofshin edhe të pakta. Sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë se punët më të dashura janë adwamuha wa in qall, ato që janë të vazhdueshme, po qofshin edhe të vogla. Qofshin edhe të vogla. Kështu që sot inshallah taala, kur po flasim këtu për ndihmën ndaj të tjerëve, do të mundohemi apo do të tentojmë ta testojmë veten a jemi për të ndihmuar nevojtarët. Amo sot do të mundohemi me kontribue duke ju ndihmuar atyre që kanë nevojë për çka? Për gjakun tonë. Dhe vëllezërit edhe motrat që punojnë në transfuzionin e gjakut e kanë bërë kërkesën para Ramazanit, dhe javën e kaluar i keni pa lajmërimin edhe sot në përdyre, në përdritare, që duhet sot me u solidarizua me ata që janë të shtrirë në qendrën universitare apo atje ku janë ata të smurët, e që për ta është jetike dhe bazike edhe një pike jotja apo imja e gjakut. Andaj duke ndihmuar ata, në fakt kemi ndihmuar veten. Në fakt kemi ndihmuar veten, për ty 200 ml apo 300 sa i marrin këta vëllezërit e transfuzionit gjakut, nuk janë shumë domethënëse, as për mua. Nuk shojmë pesh fare. 5 litra sa i kena gjak në trup, hiç nuk vrehet bile. Bile veç e pastrojmë gjakun. Bile çka veç e freskojmë kon qarkullimin e gjakut. Edhe prodhojmë gjak të ri. Ndërsa për ata është shumë rëndësi. Për neve nuk është shumë, ama për ata është shumë. Në qendrën klinike universitare ka shumë vëllezër dhe motra që e presin këtë ditën edhe natën prej nesh. Dhe ma kanë thonë përgjegjësit e transfuzionit gjakut që prej institucioneve që më shumë t'i kontribojnë edhe që marrin pjesë për me dhënë gjak janë xhamit shtëpitë e Allahut. Edhe zbot shumë marketing, as zbot shumë propagandë për media, apo në për rrjetet sociale, apo gjetiu. Po çka? Këtu në zemër është ajo dëshira për me qenë shërbim të tjerëve. Unë nuk e di sa është numri i xhamatit, po llogaristikun ndoshta janë 1500 xhamat. E kish me qenë bile minimumi në 70% i tij xhamati me kontribue, me imamin mas pari, edhe këta djemt e xhamis, po edhe jo të tjerët që gëzoni shëndetin e mirë. Allahu va kompensoft me dije të dobishme çdo pikë gjatë që jepni dhe u kompenzoft me të mirat të dunjas edhe të ahiretit. Edhe në fund Allahu Taala dhe bof prej banorëve të xhenetit. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.